hajde burëm. Si, e mirë. Mirë, ti s'po të njoh hiç kush je. Unë jam pranari i kafës ku ka punu djali atë burimi. Hajde ta qes një kafe. Ja. Mirë se të ka pru zoti. Faleminderit. Jo, kafe s'po moj se të ditën atu pi kafe, po a ulëm bojna pak mave. Hajde ulem, hajde. Ani qësh je? A je mirë? Apo keni punë? Po mirë be, mirë, po hec edhe puna mirë është. S'është keq. Ti çush je? Apo mërzitesh prej se ka shku burimi? Wallahi po mërzitna. Po qësh mos mërzit? Nona mos koft. E rri djalin, e bon. Edhe ai një ditë shkon. Po inshallah po shkon për një jetë më të mirë. Po nona po jetë vetë si qyqja. Inshallah i prihet e mara. E punon. Se vallahi s'mujti as mu me m'kqyri as veten. E ju desht më shku. Me bo një idare. O bo zarë sot. Inshallah i prihet e mara. E bo të shpinë veti. Se vallahi bol keq më kalon. Se s'po kom me kon as një laf vë djali e me ndru. Allah dhe mu më kalon bol keq. E bre djali em, ti gjen punëtor, djem të ri po ka bol. Po shka bëj bre unë? Vetë krejt s'po kom me kon me qelë gojen. Nëna burimit, ti po mdo këtë s'pidishe krejt punt. Burimi i kalon shumë e do punë keq. Vallahi unë i gjo nuk po di. Besho që ty s'të ka kallzu. Unë i gjo s'po dishna. Ai edhe atë natë, aty për aty, ka vendos mu nisë. Nëna burimit, në burimin e kum pas marrë në punë për djallë mirë mi janë gjitë dorën. Minimum i dhon pak kra. Po që vjet dita burimi ma le punën dhe pa më kallzu këto se kum bo me. O bre birë, edhe ati ju bo puna qashtu. Se nuk mu i ke me fitu edhe për me këqyrë mu, edhe për veti, e unë jesë qashtu si shpejt e shpejt. Mu po mduket që ka gjatë të sene burimit i pas kam sheh ty. Burimin e që ka shku pa dhe kalon bërë s'ma. Jo, inshallah, e kujna ashtu. Burimi ka bërë mu 10.000 euro. Në pasha zotin nuk e kom di. Pesha që s'pedin, unë e ko majtë në punë burimin, edhe e kom bëma të pare, unë s'di që ka bëma djallë me ato pare. Po qohët ma len punën pa më kallzu, më len vetë mua aty në kafeq, plus më qënë njerës me më kërstnu. Unë e pe thirrin telefon pa i s'fëla i mrohet. S'po ta zgjidit është në vit, foli me ty, nuk e di që shja bane veç 10.000 euro të e në fund të mujt, mu do të një mikësi. Hajde se, po bjesh një kërk. Oj, motër! Pa ka bërëm për këtë vlaja! O vlla, mirë se t'ka pru zoti. Qëshe, qëshe, që mirë, vlla, mirë. E një mirë? Hajde unë dhe që të do që t'ja. Kjo është shefi ku ka punu burimi një kafe. Qysh je? E je mirë? Qysh po të shkojmë punët? Mirë be po hec me olla me derte. Ko është ai pisi burimi? Ka shku valla për Gjermani. Qysh më për Gjermani? Ko shka ja? Pse ja? Qysha? Unë sen s'po disha. Qashtu një shok i vetë, sa për idare. E mur atje. Qysh për idare? As pat idare këtu veç me shku në Gjermani për idare me t'la vetë ty. E këto se leshin dreshnijat me popare. Cilat dreshnis, po kuptoj, s'po marrë vesh. Qa ka bo? Ky po thot ja ka 10.000 euro borç. Edhe ja ka qu do njerëz në kafe me kërsnu. Qysh? Burimi? Ja bre. Ja bre burimi o djali mirë, bre burimin e nja bre, unë e kam nep. Burimi është shumë shpirt mirë, bre, so burimi këty në seneve. Nuk he burimi këti sene, kësi shëshnije, kësi se besoj vallahi. Qysh për vjen që unë për raja? Nga ti djali mirë, sët për të një, sët për të shane. Po, këtu ma bete nuk bëhan me gra, me burra. Po më kom burimi e burë ma qelë telefonin, pa i s'po ma qelë telefonin. E ato 10.000 euro që mi ka borç, unë e lëtë së një gjuj. E në mirë që i erë dhe te, e ndashta je pak ma burë se një pijat, se po më do këtë jo familjaresht, po e këshe. Djali mirë,
Ma ti fjallë që a fol me mu, se për ndryshe, s'ka për se letë. O bat, shka ka me matun e fjallët. 10.000 euro te në fund mujt, jo na folëm ndryshe. Qumër e bëjmë tuj bëmë! Qyshe! Mos së prek me dorë se të prek në unë të ftoftë. Ka dalë në sogot. Shoma qyshe! Thuj qikës letin mrena. Hini mrena. Mene qikës hini mrena. Polici! Shoma qyshen! Ata thire polici! Kom t'i qeni plak. Se veç po mje kjetë që i ki këtu mesën. Se trut në tokë ti kisha qitë. Nga mirë qa bëta. Kap të ratë mutin të ndat nipin. I thote i në fund muj 10.000 euro se... Një kënja jo pëllaj bre! Marun! Ka dalë më sogot se. Folim edhe më borimin e këshyrum që shuk je punë. Ka dalë. More qka kina me folë, ngom shko fëtëm. 10.000 euro te i fund mujit. Se u kukunon më së më flet një gjalla për një. Qep! Mote. Hadi bre jashtë. Bëma halan, o vla. Hadi çıkarım, hadi. Bëma halal, o vla. Qysh bre mote, qysh bre me shku aj pese me t'lan vetë kështu. Qysh bre me shku për Gjermani po për shkap, ku a shkua, pa dit ku po shkëna, me kanë po shkëna, te kush po shkëna. O valla. Po dosh bre me thirë bre, me fol bre, me kallzu bre. O vallahi, as unë nuk e di. As qa u bo, as tek u bo. Qysh mëraj pes, qysh me t'lan vetë, qysh me shku në Gjermani. Qysh njeri niset me shku në Gjermani, hajtë që ka në Gjermani, thotë që a dalë, më shëtit. Po erdh me një shok të vetin, e veç kur kanë kallzu qa pëdojnë, unë s'kom dit, edhe vallaj zdi qysh ma mushën menjen. Po ku shobra e shok, bre motër, ku shra e shoka, qysh e bindja, ku shkaja për shka, qysh me shku në Gjermani, pa lejmru, pa thirë, edhe qysh mërmi mara e 10.000 euro, qa ka bomër me atë pare, ku i ka qua atë pare, ku i ka lan? Ah, mëre birë, qysh e prunë nonën këtë ditë, që kam bone kështu. Së shkoha tash me kukat, po ka thirat pes në telefon, këshyrum, qka ka bo me atë para, qka u puna tyna? Pse të përtet ka ai njeri? Kur gjo me gjyshën, kur gjo? Ishtë bo nërvaz pak me dhe pare që s'ja ka këthyej, burimi dojë, po, më stani, kur gjo? E ku ka shku burime? Ka shku në Gjermani. S'po më lajmërohet. Po himrena, ta pi një kokër s'po më do këtë më ka hypë tensioni. Qke, qush ka mene, një mëj halës më sile vetë, hajtë. Anesh. Pore, që na bo?